Siç është bërë zakon, qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut vendosin të udhëtojnë jashtë vendit gjatë fundjavave të gjata festive. Sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Brendshme, mbi 43.000 qytetar vendosën të kalojnë pushimet e Pashkëve jashtë vendit. Pikat më të shpeshta të daljes ishin pikat kufitare Tabanovc, Bogorodic dhe Blac. Në pikën kufitare Tabanovc, më 9 prill 2026 nga ora 12 deri më 11 prill 2026 deri në orën 12 kanë hyrë në vend 6.279 shtetas vendas, ndërsa 16.764 u larguan nga vendi. Sa i përket shtetasve të huaj, gjatë së njëjtës periudhë, 12.075 persona hynë në vendin ton, ndërsa 10.715 persona u larguan nga vendi. Në pikën kufitare Bogorodic, më 9 prill 2026 nga ora 12 deri më 11 prill 2026 deri në orën 12 kanë hyrë në vend 2.607 shtetas vendas, ndërsa kanë dalë 10.425 shtetas. Sa i përket shtetasve të huaj, gjatë së njëjtës periudhë, në vendin ton kanë hyrë 7.770 persona, ndërsa kanë dalë 8.593 persona. Ndërkaq, në pikën kufitare Blac, në vendin ton kanë hyrë 5.587 shtetas vendas, ndërsa kanë dalë 10.324 shtetas. Sa i përket shtetasve të huaj, gjatë së njëjtës periudhë, në vendin ton kanë hyrë 17.210 persona, ndërsa kanë dalë 8.815 persona. Kalimet kufitare të Qafë-Thanës kanë trafikun më të ulët, nga ku kanë dalë 2.216 shtetas, si dhe pikat kufitare të Mexhitlis dhe Dojranit, nga ku kanë dalë gjithsej 3.363 shtetas. Institucionet kompetente u bëjnë apel qytetarëve që të jenë të duruar dhe të monitorojnë situatën në pikat kufitare, me qëllim shmangjen e pritjeve të panevojshme.